Zotimi i një pune në Shqipëri tashmë mund të sigurohet edhe nga shtetas shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, një risi që tashmë aplikohet për herë të parë në vendin tonë mes portalit puna.gov.al. Drejtoresha e zyrës së punës në Vlorë, Saniela Xhaferi, në një intervistë për mikrofonin e Blues, ka theksuar se kjo është një mundësi mjaft e mirë për çdo që edhe pse nuk jeton në Shqipëri, të aksesohet mes këtij portali për të njohur me vendet e lira të punës. Aktualisht është brenda ndërfaqes e aplikacionit puna.gov.al, domenit është krijuar edhe ndërfaqja migrant.puna.gov.al. Kjo është një mundësi e mirë që të aksesohet në mënyrë të orientuar nga kushdo që nuk është dhe nuk jeton në Shqipëri dhe gjithashtu të orientohet me të gjitha mundësitë e punësimit, të formimit profesional apo mundësive të tjera që ofrohen nga zyra e punës. Aktualisht ne kemi lançuar programet e nxitjes së punësimit dhe çdo biznes në momentin që flasim është i lirë për të aplikuar përmes sjellbenjes së biznesit vet në një nga programet që ai interesohet më së shumti, programin e punësimit, që është një program një vjeçar, programin e formimit nëpërmjet punës apo çdo hyri tjetër për programin e praktikave profesionale, që është një mundësi e mirë për këta të rinjt në tranzicionin e tyre drejt tregut të punës. Duke qenë te këto programe, a janë të njohura vetëm për brenda territorit të Shqipërisë apo janë programe të cilët mund të zgjidhen punën dhe jashtë kufive? Normalisht vendet e lira që referohen në portalin puna.gov.al janë brenda territorit të Shqipërisë. Edhe mundësitë e praktikës për të rinj janë brenda vendit. Gjithçka aplikohet për herë të parë dhe kushdo i interesuar mund të njihet mes portalit ku ka një akses të veçantë për të gjithë të interesuarit për një vend pune në Shqipëri.